Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, në emisionin ton Argument jemi drejt për drejt të lidhur në lajn me zoti mentor Maksutaj nga Bostoni. Po diskutojmë për një çështje të cilat gjithë këtë javë do të diskutojmë të gjithë, janë zgjedhjet, fundi i sagës të shpresojmë të zgjedhjeve në Kosovë, pas të gjithë atyre seancave, jo zgjedhje parlamentare, jo zgjedhje presidenciale, të shpresojmë që më së fundi klasa politike në Kosovë të ketë gjetur sensin e arsyes edhe për te interesave politike partijake, por të shohin interesat kombëtare. Zoti mentor, ju jeni një jetoni si çdo bashkëdhetar, jetoni me vendlindjen, edhe ju jetoni me zhvillimet që ndodhin në Kosovë. Si e parashikoni, tashi është një punë një jave, si thuash, po qa do të ketë në një lëvizje tjetër, do ketë në një balancim, si mendoni ju, si mund të zgjidhen këto zgjedhje në mënyrën sa më të mirë për demokracinë në Kosovë, por dhe për popullin e Kosovës? X-Boy, përshëndetje ty edhe gjithmonë faleminderit për mbështetjen, hapësirën në misionin tënd edhe tjetër gjithë shikuesve të programit tënd. Është një pyetje shumë e vend, një pyetje që shumë nga ne mund të japim mendime personale, por unë për veten time kthehem tek ajo që kam thënë disa herë në për bisedimet e së kaluarës. Të mendimin tim personal mendoj që dalja në një masë më të madhe e vetë popullatës dhe atyre që kanë drejt votit do ishte ajo që ndoshta do ndikonte dhe do kishte një ndikim në aspektin në mendimin tim personal pozitiv. Unë për veten time veç kam përfunduar votimin tim me post, i cili lejohet dhe është ofruar këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe vetëm e kam kryer atë obligimin tim kushtetues si qytetar i Republikës Kosovës, dhe shpresoj që edhe gjithë mërgjimtarët kudo që janë kanë bërë atë detyrën, por në fund fundit, siç kemi pasur në herat e fundit, që kemi pasur zgjedhjet në Shkurtin në dhjetorin e vitit kaluar, ne kemi pasur thuajse më pak se 50% e atyre që kanë drejt vote të votojnë, dhe shpresoj që dalë një numër më i madh dhe regjistrohen dhe të më fund të japin votimin e tyre për ata që ata mendojnë që është kandidati më mirë. Gjithsesi, pjesa tjetër është ajo se çfarë do ndodh, do kemi ndonjë dyshim të madh në krahasim me zgjedhjet e 9 Shkurtit apo 28 dhjetorit vitit 2025, apo do kemi diçka të tillë për afërsisht të njëjtë që në një farë mënyrë dhe nuk do të ishte zgjidhje në asnjë mënyrë, për arsye se po mund të krijohet ndonjë qeveri, por prapse do vinim tek pyetja e presidentit dhe sa do mund të zgjidhe ai apo jo në këtë rast. I shoh disa lëvizje që janë bërë edhe nga partitë opozitore, nga ato që si PSD-ja që thotë që hey, thjesht duhet kaloj pragun, pastaj nga dy parti tjera kryesore opozitare si LDK dhe PDK me koalicionet e tyre që synojnë të fitojnë, por në fundi unë nuk shoh ndonjë për vendimin tim ndonjë dyshim shumë të madh, për sa i përket radhitjes se kush do të jetë i pari, ndoshta do ketë një dyshim në vendin e dytë me këto koalicione që janë bërë përmes LDK-s dhe Vjosës dhe se partive tjera të vogla, por përkundër çdo gjëje nuk shoh ndonjë dyshim të madh, kështu që prap shoh ndonjë për fat keq ndonjë gërç që do ndodh përsëri në tek zgjedhja e presidentit ose presidentes, por shpresoj që populli herat të kaluara ka ditë ti dënoj ata që nuk kanë vepruar siç është dashur, dhe shpresoj që edhe kësaj radhe me votin e tyre ata të japin një mësim të mirë të gjithë atyre që kanë bërë disa gjëra që ndoshta nuk të duhet i bënin apo nuk kanë qenë të sinqertë gjatë kohës që ishin në udhëheqësi, dhe shohim se si do të dalin rezultatet, por nuk shoh ndonjë ndryshim jashtëzakonisht madh dhe mendoj që do sillemi aty në mes të zgjedhjeve të 9 Shkurtit dhe 28 dhjetorit për sa i përket deputetëve dhe mundësinë që të kenë ata në parlament. Ndoshta me ndonjë ngritje të vogël të LDK-s dhe ndonjë zbritje shumë të vogël të vetvendosjes, por jo ndonjë gjë marrametse ose drastike. Si që thonë në anglisht, të shohim ato fletët e çajit apo filxhanin e kafes, a mendoni se koalicioni i Vjosës me LDK-n ishte i detyruar për Vjosën nga pikpamja e saj, dhe a mund të fitoj LDK-ja me faktin që inkuadroi Vjosën në
gjirin e saj u kthye në partinë e origjinës për këtë fushat. Apo është një mendim i LDK-s për stazhin e dytë, apo herën e dytë, pasi të bëjnë zgjedhje parlamentare për presidentën mund të bëjnë presion me figurën e Vjosës, siç patën edhe premtuar. Si e mendoni ju? Këtu janë për mendimin tim, gjithmonë duke dhënë atë mendimin tim dhe percepcionin ose mënyrën se si e shoh unë, mu pikës pare ky koalicion nuk më duket shumë edhe natyral, më duket diçka që është bërë nga shtytjet anësore, nuk më duket që ka ardhur në mënyrë natyrale. Pastaj janë disa mendime kontradiktore aty të LDK-s kur thonin që vetë vendosja nuk duhet të ketë 3 pozita udhëheqëse, ndërsa tani ngarojnë për të 3 pozita udhëheqëse. Në të njëjtën kohë, edhe sikur të mendojmë që LDK-ja me këto koalicione dhe këto bashkime do të rritej 100%, prapse prap ata do keni nga 15 në 30 deputet. Edhe që do ishte një rritje marramendse, diçka e jashtëzakonshme, domethënë nëse do arrini një sukses të tillë. Kështu që prapse prap nuk është që do mund të bënin ndonjë gjë të krijoni ndonjë qeveri apo të bëni diçka tjetër, domethënë edhe sikur të arrini një rritje 100% nga 15 në 30 deputet, prapse prap nuk do kishte ndonjë gjë tjetër. Që është e pamundur faktikisht. Është e pamundur, ata domethënë do kishin mundësi që të ofronin ose krijonin qeveri me ndonjë parti tjetër në koalicion, dhe kur vinte puna për president me 30 deputet do mund të rinin 30 në shkrime që të ofronin një emër për president. Domthonë nuk ka asgjë tjetër, domthonë gjithsesi, edhe nëse një rritje e tillë bëhet, ajo është një sukses i marramendshëm që unë nuk besoj që mund të arrijë deri atje. Mund të shtojnë deri 5 deputet, diçka e tillë, ndoshta nga 20 që do sillen aty diku, aty është paktën e shohun. Kështu që prapë nuk e shoh se si 5 deputet ata nuk mund të bëjnë presion. Po ata krijojnë e keqja që shoh unë si qytetar, sepse njëri të bëj thirrje të gjithë qytetarëve që kanë drejt vote, që janë mbi 2.097.000, duket që kanë drejt vote në Republikën e Kosovës, që të shohim jo vetëm njerëzit, por të shohim atë historinë e tyre dhe në njëjtën kohë shohim edhe programin aty se çfarë ofrojnë. Sepse ne gjithë kemi mundësi të shohim se kur njëri person ka thënë që unë nuk do kthehem kurrë në këtë parti dhe pastaj është kthyer në një tjetër parti, domthonë ata janë me një disa sjellje hipokrite në këtë mënyrë, ku shkojnë vetë kundër thënieve të tyre, deklaratave që kanë bërë, dhe në këtë mënyrë kur janë vetë kundër thënieve të tyre, atëherë si mund dhe unë si votues ose qytetar i thjesht të besoj domosdoshmë se çfarë ndodhen në të ardhmen. Gjithsesi, në fundit interesi kryesor duhet të jetë Republika e Kosovës, çështja të tona që janë të pasgjidhura dhe shumë përgjegjësi që kemi marrë dhe që duhet agjendat tonë që duhet të jesin përpara, duke mos harruar jo vetëm shqiptarët mbrenda Kosovës, por ata jashtë që gjenden në kufirin tonë në veri në Sanxhak dhe ata në Lugin, që kanë nevojë për ndihmën tonë dhe ata në Maqedoninë e Veriut. Kështu që mendoj që me shpresë që këto zgjidhje do të japin një mesazh shumë të fortë gjitha partive, jo vetëm njërës, por gjitha, që të ulin kokën, të gjejnë bashkëpunimin, koalicionin dhe të esin agjendën dhe interesin e Republikës përpara interesave tyre personale. Por edhe qytetari thjesht mund të bëjë një thirrje të gjithë ata, domthonë unë nuk e di se si milionerët mund të zgjedhin problemet e të varfërve ose qytetarëve rëndom. Kështu që unë si qytetar rëndom nuk e di se si dikush që është milioner mund të di se çfarë probleme ka unë, por gjithsesi secili merr vendimin për veten e vet dhe votat e tij ose saj është për ata se çka mendojnë ata është më i miri për problemet e tyre që ata përballen ose i kanë çdo ditë në jetën e tyre personale. Ju thatë që votuat, si ju edhe një pjesë e mirë e mërgatës apo e diasporës ka votuar jo vetëm Shtetet e Bashkuara, por edhe në vendet tjera në Evropë. A mendoni që kësaj here unë pash se partit po përpiqeshin jo në Zvicër drejtuesit e partive të bënin fushat më tepër me diasporën se sa me njerëzit që janë në Kosovë. Sipas mendimit tuaj, apo sipas edhe atyre që keni biseduar me miqë shok, kush e ka shumicën në diasporë nga partitë politike? Sipas opinionit tuaj, thjesht empirik. Ajo është mendimi personal, nuk mendoj se prapë vendosja ka një bazë shumë të fortë jashtë, edhe në bazë do sondazhi që kam përcjellë, kam shoqëruar nga shumë
sondazhe ndryshme që janë bërë, ata do mund të tregojnë që kanë dikon mbi 70% të votës së diasporës, gjë që tregon domosdoshmë për fuqinë e tyre ende shumë të theksuar për sa i përket mërgatës shqiptare specifikisht. Por ajo që është evidente dhe që vret është se të gjithë partitë politike janë koheshin që dhjetori ju dha nga atëherë ish presidentja Osmani lidhjes vetëvendosje, domosdoshmë ju provua 20 dhjetori sepse do vinte mërgata dhe ata janë më shumë të fokusuar tek lëvizja vetëvendosje, ndërsa tani shkojnë jashtë dhe mundohen që të bëjnë ato evente të ndryshme tek pikërisht mërgata. Kështu që janë paksa kontradiktore këto thënjet, por në fundit me rëndësi është ata të tregojnë me punën e tyre se kush kanë qenë, çfarë kanë bërë dhe në planin e tyre se çfarë do të bëjnë ose çfarë do t'i ofrojnë qytetarit. Në fundit secili qytetar që qoftë në brenda ose jashtë investon në Kosovë, harxhon mundin dhe kohët e tyre atje, ku në adhejën e tyre, në vendin e tyre dhe sjell çdo gjë do mundohet që të sjellë andej dhe të ndihmojë shtetit të tij, po qoftë Shqipëria, Kosova apo vende të tjera ku mërgata jonë shqiptare sidomos jeton dhe vepron. Kështu që janë disa thënie kontradiktore në këtë rast që nuk do t'i ndihmojnë për mendimin tim personal disa nga partitë politike, sidomos në aspektin e opozitës në këtë rast, sepse ishin kundër në dhjetor, ndërsa tani po bëjnë njëjtën veprim dhe shihen disa gjëra domosdoshmë që ata po mundohen të ndryshojnë, por gjithsesi shohim se si votuesi do të vendos me 7 qershor.